Këtu është horoskopi i diel 27 prill 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Është koha e duhur për të verifikuar stabilitetin e një dashurie dhe për dikë që kërkon konfirmim. Kjo është koha e duhur për ta marrë atë. Më të fortët mendojnë për legalizimin e një sindikate. Demi. Ju akuzoni lodhjen, por nuk keni pse ta hidhni në dashuri me familjen. Gjatë kësaj periudhe mund të jeni duke konkuruar apo debatuar me një njeri. Binjakët. Bëni diçka qesharake në mbrëmje dhe mos u mbyllni në shtëpi. Një entuziazëm dërmues ju karakterizon dhe ju lejon të aktivizoni veten në situata të ndryshme. Gaforja. Marrëdhënie të shkëlqyera me të tjerët, do të jeni në gjendje të ndërmarrni shumë gjëra së bashku. Relaksohuni dhe përpiquni të jetoni me qetësi, përgatituni për disa ditë shumë interesante. Luani. Faza e rishikimit që mbulon jetën tuaj. Është e rëndësishme të shmangni marrjen e shumë përgjegjësive, shumë janë duke u mbështetur tek ju. Virgjeresha. Takime me fat nga sonte, por shmangni ripërsëritjen e historive të vjetra ose komplikimeve të vjetra të lindura në të kaluarën. Do të dëshironi të planifikoni gjithçka në detaje, por tani duhet të jetoni ditën. Peshorja. Dashuria është në shqyrtim, por sot sjell më shumë qetësi shpirtërore. Ju jetoni më mirë kur I lini gjërat t'ju rrëshqasin. Akrepi. Pres një ditë të mbare. Në dashuri nuk ka marrë miq nga e kaluara, ju ktheheni në skenë. Shigjetari. Qëndrime më pajtuese, sharm. Ditë ideale për të pyetur dhe për të marrë. Britsjapi. Situata e dashurisë I nënshtrohet disa dyshimeve dhe familja gjithashtu grindet për arsye të parave. Mos lejoni që pasiguria ose droji të shkatërrojë gjithçka në situata të caktuara. Ujori. Ndiheni më të shqetësuar, nervoz dhe kjo ditë mund të jetë një kohë me tension të madh. Diskutime me ata që nuk ju kuptojnë apo nuk duan të kuptohen. Peshqit. Periudhë e dobishme për të përjetuar lajme, miqësi të dashur. Situata vlen edhe për të përjetuar emocione, takime më me fat dhe më të lehta. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.